Brenda zyrës së Lidhjes Demokratike të Kosovës ka nisur numërimi mbrapsht për mbajtjen e kuvendit të jashtëzakonshëm, ku do të shqyrtohet kërkesa e mbi 41% të delegatëve për shkarkimin e kryetarit Lumir Abdigjiku. Pas dorëzimit të nënshkrimeve, struktura drejtuese të partisë ka nisur procedurat statutore për organizimin e kuvendit. LDK po merret me çështje procedurale që na takojnë edhe sipas statutit të Lidhjes Demokratike të Kosovës edhe me punë organizative në drejtim të organizimit të kuvendit në mënyrë sa më shpejtë dhe sa më efikase, po e quaj kështu, në mënyrë që delegat me shprehje vullnetin e vet pas thirrjes së kuvendit që është bërë prej nënshkruesve që i kanë dorëzuar dje nënshkrimit. Nuk po duam të cilësu urgjente si kuvend, mirë po sigurisht na imponon pjesa e datës së konstituimit të institucioneve. Antari i kryesisë Shkëm Mana i bëri të ditur se synimi i partisë është që kuvendi i jashtëzakonshëm të mbahet para 7 gushtit. Mendojmë që është me urgjencë, prandaj punët janë duke u kryer shpejt, në mënyrë që të verifikohet kërkesa, të verifikohen delegatët dhe të bëhen gjitha përgatitjet për kuvendin e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Varësisht prej punëve, besoj që brenda javë është problem, sepse duhet pastaj të përgatitin edhe ftesët për gjithë delegatët e kuvendit dhe delegatët e kuvendit duhen ta kenë ftesën. Edhe zyrtarë të tjerë të partisë thonë se i gjithë procesi do të zhvillohet në përputhje me statutin e LDK-s. LDK-ja ka me punu statutarisht, ka me punu me demokracinë veprim, me rregulla, gjithsesi me vendime në organe që kalojnë. Prandaj takimet me DEK, takimet me kryesi po mbohen, janë konsultime. Ndërkohë, për të dielën në orën 17 është paralajmëruar një protestë para selisë së LDK-s në mbështetje të Lumir Abdigjikut.